Lajmi bomb, zbulim madhështor nën piramidat në Gizë. Ndiqeni këtë material sepse ky është lajmi i shekullit. Po, e dëgjuat mirë. Para disa ditësh, në një konferencë, një miku ynë, Corrado Malanga, bëri një deklarat shokuese. Një deklarat që kishin vite, që kishin marrë. Kishin bërë këto bërë studime, por marrë informacione të detajuara, të cilat nuk po bëhen publike. Dhe tani po ju tregoj se përse. Duke filluar që nga viti 2010, Corrado Malanga, së bashku me profesor May e të tjerë, Armando May, kryen një studim. Një studim me anë të disa radarve, që janë radar sintetik, hapje sintetike, kështu quhet. Dhe këta radar, çfarë bëjnë? Këta e riformojnë, le të themi, të gjithë nën tokën, sikur të jetë në 3D. Me anë të satelitëve, ata u ndihmuan edhe me anë të satelitëve dhe ndodhi diçka marramëndse, diçka fantastike. Nuk ka gazet, nuk ka revist, nuk ka gjë që nuk ka folur përveç se nuk po flasin lajmet. Nuk duan që ta bëjnë publike, por ndiqeni thash. Kush është rastisht të i bëj live faqes, jetë që jemi sërish dhe dëgjojeni me kujdes. Corrado Malanga, për ata që nuk janë të informuar, është një kimist, ka dhënë mësim në Universitetin e Pizës për disa vite, bile është dhe një nga profesorët dhe profesorin, një nga profesorët për psikologji dhe njëkohësisht edhe profesor ose doktor, si mund të quhet, i shkencave okulte. Pse shkencave okulte? Nuk ka një diplom për këtë, por e quajnë që të gjithë profesorët, që të gjithë kërkuesit, që të gjithë studiuesit e quajnë profesor. Sepse ai para disa viteve bëri disa studime për sa i përket njeriut dhe psikozës së njeriut. Brenda njerëzve ekziston një energji që ne e quajmë shpirt, ose thuajini si të doni. Ai e cilëson këtë energji brenda njeriut në 3 faza, pra në 3 përbërje, që është astrale, është energjia ose shpirti njeriut, dhe është ajo energjia sottile, si quhet energjia e hollë. Tani, në një nga këto testet që ai bëri në hipnozë regresive, doli diçka marramëndse. Ai teksa bënte këtë hipnozë regresive, shkoi mbrapa në kohë, pra mbrapa në njerëz me një grua. Shkoi mbrapa në kohë duke e pyetur gjithmonë këtë gruan. Dhe gjithmonë nën hipnozë kjo grua, derisa e çoi në momentin e lindjes, kur ajo lindi. Por përveç kësaj e çoi akoma më tej. Dhe çudia ishte që gjatë pyetjeve ai gjeti se çfarë udhëtimi kishte bërë ajo shpirti i saj në jetën e mëparshme, rreth 270-300 vite më parë. Pra 300 vite më parë ajo kishte qenë dikush tjetër, me një emër tjetër, dhe e njihte vetveten, pra kur kishte jetuar para 300 viteve, në mënyrë eksakte. Nga këtu filloi gjithë udhëtimi i tij. Po e tregoj këtë që të çoj të tregoj për piramidat, do e bëj të thjeshtëzoj. Dhe nga aty ai kuptoi që kishte diçka në energjinë e njeriut. Dhe nga ai moment filloi që të studionte të gjithë ata njerëz që pretendojnë që kanë kontakte me forma të tjera jete. Dhe çfarë bëri? Mori që të gjithë ata dhe filloi që t'u bënte testin e hipnozës regresive. Dhe t'i kthente mbrapa në kohë. Çudia ishte që kur i kthente mbrapa në kohë, ai fliste me dikë, pra me shpirtin e njeriut, por që nuk i fliste në mënyrë vetjake, por i fliste në mënyrën e shumës. Pra ne, nuk i thoshte unë, shpirti, ose ndërgjegja, thuajini si të doni. Nga ai moment, me një fjalë, bëri libra, ka folur në për konferenca, ka bërë, jemi velur me ato mësimet e tij dhe me të gjitha studimet që ka bërë Malanga. Është bërë dhe një film për profesor Malangën dhe ju sugjeroj ta shikoni. Njëkohësisht ai do bëhet, po ju them që tani, që kur mos të jetë më gjallë, ai do bëhet numri 1 i kërkimeve studimore të një inteligjencë tjetër, të alienëve, të jashtëtokësorëve, apo thoni si doni. Disa bëhet një gabim i vogël, sepse disa mendojnë që jashtëtokësorët janë
si unë dhe ju e tjerit, po ka disa forma. Dhe një formë tjetër, si pas gjasave të studiuesve, është ajo energjike ose energjie. Pra, ekzistojnë disa forma që janë energji. Dhe këto format kanë nevojë për trupin e njeriut, sepse përveç se e vjelin në energji, sepse jetojnë me atë, pra me thithjen e energjisë, por jetojnë brenda tij, sepse për shumë arsye, sepse njeriu pa të nuk mund të jetojë dot, etj. Pra, këtë zbuloi Malanga. Dhe çfarë bëri? Me kalimin e kohës, ai duke u futur në këta njerëz të tjerë, duke bërë sepse ai qëndroi pas 3.000 e ca 3.000 e ca njerëzve që kishte bërë me hipnozë regresive, me emër, mbi emër të gjitha, i ka të detajuara, ai në një moment frenoi, mbaroi, tha, kaq ishte qëllimi im, tha, për këtë kërkim. Dhe në bazë të kërkimeve që ai bëri, doli si konkluzion, sipas tij, që alienët, pra energjik, jetojnë brenda njeriut. Dhe ata pa njeriu nuk mund të jetojnë dot. Nëse nuk ekziston njeriu, ata nuk ekzistojnë. Kështu që ata e kanë të domosdoshme që të jetë njeriu, por njeriu duhet të lëvizë, sepse nga lëvizja që ai bën, duke kryer këtë lëvizje, i jep forcë energjisë së tij dhe ata ushqen me energjinë e njeriut. Kjo është në sintezë me pak fjalë. Tani, ai gjatë më vonë, gjatë disa studimeve të tjera që po bënte, ndodhi që takoj një djalosh që e kam intervistuar dhe unë, që ai thotë që ka kontakte me një reptilian. E di që të gjitha këto duken fantazi, merrini si fantazi, por dëgjoni me kujdes. Pasi mori këtë dhe filloi që ta ekzaminonte dhe bënte hipnozë regresive, ai tipi që është brenda këtij njeriu, pra këtij djaloshit, dhe reptiliani, i tha, sepse pyeste për evoluimin e njeriut dhe për disa teza që janë folur deri tani, që janë vetëm thashetheme. Dhe ne po i marrim si thashetheme, thjesht kështu për informacion, por prisni sepse ka surprizë në fund. Pra ai e mori si thashethem, këtë që ndoshta djaloshi ja fut kot dhe ka një imagjinat, kur nuk e bën këtë profesori, sepse ai e di shumë mirë që ka diçka pas, dhe ai nuk i merr me të qeshur dhe nuk thot që janë hipoteza. Asnjëherë nuk e ka thënë. Ai ishte i bindur që ekzistojnë alienët dhe kaq. Dhe tani ai duke bërë gjithë këtë kohë, me fjalë intervistë, si mund të quhet, me këtë qenie që është brenda atij djaloshit, si përfundim i tha ecurin e njeriut, si ka evoluar njeriu, çfarë etapash ka bërë njeriu dhe në sa faza ka ecur. Dhe dëgjoni me vëmendje. Tipi, me fjalë reptiliani, ose energjia që gjendet brenda atij djaloshit, i tha, mos kujtoni, tha, se ju njerëzit jeni, tha, të pa kështu të fortë dhe të pa vdekshëm. Ne, tha, me fjalë, mund të zhdukeni, jo ne, mund të zhdukeni brenda një dite, nëse duhet, ju zhdukeni brenda një dite, nëse duhet, nëse ne na nevojitet, kjo ishte biseda. Nëse nevojitet, ju zhdukim brenda një dite. Dhe tjetra është që të dini që planeti Tokë është shumë më i vjetër nga ajo që mendoni ju. Ju jeni një brishtëzi e vogël, pra një grimcë e vogël, që kujtoni se dini, por ju nuk keni as 200 vjet që keni filluar që të evoluoni dhe kujtoni se dini gjithçka. Por të mbani mend që planeti Tokë ka qenë jetuar miliona vite, për miliona vite, vetë se është shkatërruar dhe është rindërtuar edhe një herë nga e para. Dhe ai duke e pyeti dhe për piramidat, jo për piramidat, për ndërtimet e vjetra, gurët, piramidat etj. Dhe dëgjoni se çfarë i tha. Duhet të dini, tha, që piramidat janë shumë komplekse që nuk mund t'i kuptoni, sepse nën piramida ekzistojnë disa formacione që janë të një teknologjie shumë të zhvilluar dhe shumë të avancuar, të cilat bëjnë një formë rezonance ose krijojnë një formë rezonance që është tepër e rëndësishme, jo vetëm për piramidat, por edhe për planetin Tokë. Dhe këto rezonanca formohen nëpërmjet disa spiraleve nën piramida. Përveç kësaj, nëse nuk do të ekzistonte frekuenca sipër Tokës, pra sipër Tokës që të lëviz frekuencë, sepse është si puna e njeriut. Nëse njeriu nuk lëviz, ashtu është edhe Toka, nëse njeriu nuk lëviz, nuk emeton energji, e njëjta gjë edhe planeti Tokë. Nëse nuk do të ketë frekuenca, çdo gjë vdes.
Dhe çfarë bëri? Aty erdhi ideja, nën piramida, tha, po sikur të shkojmë dhe të kërkojmë nëse si dihet, ndoshta ka diçka. Dhe shkojnë në piramidën e Keopsit, piramidat e Gizës. Morën 2-3 studiues, morën këto pajisjet, që janë, si që thash, këta radarë që kanë një hapje sintetike, shkuan aty dhe me anë të radarëve, me anë të satelite, panë se çfarë ka brenda nën piramida. Merrini me mend, tani po ja u them. Nën piramida ka në katin e parë, pra në katin poshtë piramidave, rreth 60 metra, pavarësisht 70 metra, janë 5 kolona që mbajnë, duket sikur mbajnë gjithë territorin ku i gjenden piramidat, të treja piramidat, jo njëra prej tyre. Pra 5 kolona të mëdha. Dhe këto 5 kolona janë sipër, sepse poshtë ka 8 kolona të tjera. Dhe e dini sa të thella janë këto kolonat? Janë 8 kolona të gjitha sintetike në mënyrë eksakte njëra me tjetrën, pra nuk është diçka e sajuar, por është diçka e vërtet. E gjeni gjithandej këtë studim që është bërë dhe e kanë bërë dhe në 3D. 8 kolonat shkojnë poshtë 1800 metra. E dëgjuat mirë, rreth 2 kilometra nën tokë, këto kolonat. Dhe kolonat kanë edhe një spirale brenda tyre, sikur të jetë një rrugë që të çon poshtë. Ato që i kishte thënë qenia, ai tipi, brenda atij djaloshit. Është shumë çudi apo jo, ë? Pra, çfarë i kishte thënë ai tipi brenda djaloshit, këta e gjetën pas disa viteve. Pra nuk ka shumë pak që i gjetën, s'ka një vit e gjysmë, por ata dolën publikisht sepse donin që të ishin para pak ditësh dolën publikisht, sepse donin që të ishin të sigurt në studimet që kishin bërë. Pasi bën studime dhe e konfirmuan, dolën publikisht. Por lajmi u bë i madh vetëm kur shkoi në New York Post, sepse më përpara, edhe pse u publikua në Shkencë, nuk e çau kokën njeri fare. Por në New York Post u hap tani edhe të gjithë flasin për këtë. Unë e dija para pak kohësh, doja të bëja një intervistë me Malangën. Mirë po, kur sa herë që kam shkuar sipër, kam shkuar një 2 herë, në momentet që kam shkuar unë, ai për fat keq herën e parë kishte probleme sepse është operuar dhe ka qenë keq nga syt, dhe herën tjetër u operua edhe një herë sepse kishte një problem në trup, që nuk do ta them, por megjithatë nuk ishte se në atë moment kur shkova unë për herë të dytë u operua. Jo, ishte operuar më përpara, po nuk doja ta bezdisja në atë kohë dhe i thash kur të kthehem, po kur u ktheva pastaj që zbrita nga Milano, se ai ri, le themi, mes Pizës dhe Torinos, nuk mundëm që të takoheshim, dhe kështu që unë erdha poshtë. Tani pse po e them këtë? Sepse Corrado Malanga, si që kam thënë, është një nga studiuesit, nga ata profesorët që ka të i kaluar, si mund të themun, atë kufirin mes shkencës dhe të vërtetës. Sepse shkenca të blokon që ti nuk mund të shkosh tej atyre teorive që të kanë mësuar deri tani. Kurse profesori ka shkuar tej teorive. Në fakt, ai për herë të parë që jemi takuar, e kam thënë të një, që kur jemi takuar thotë, pse ke ardhur? Është shumë fantastik, shumë. Dhe doja t'ju thosha me këtë që është ai njeriu që përveç se ka grada, por ka një mënyrë shumë të avancuar për sa i përket studimeve të kësaj natyre. Dhe në qoftë se ju nuk e besoni që ai fal disa hipnozave regresive arriti atje ku arriti, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që ai gjeti diçka që është një argument absurd që mund të ndryshojë të gjithë historinë e njerëzimit çfarë kemi mësuar deri sot. Sepse 8 kolona nën piramidën e Keopsit dhe që shkojnë 1 kilometër, pra 1800 metra në thellësi, ku ka dhe një spirale, që ato spirale që thash dhe më përpara që i kishte thënë tipi, që mund t'jenë spirale, mund t'jenë, nuk e di, u rrugë, mund t'jenë çdo gjë, ne nuk e dim tani për momentin, por forma e tyre cilindrike, forma e spiraleve, është eksakte si e kishte thënë tipi dikur në
gjatë hipnozës regresive dhe është vërtet çudi. Megjithatë, këtë histori e kam kryer dhe një video para pak ditësh, e gjeni në Facebook, dhe për të parë disa fragmente të bukura ato në 3D që ju thash, dhe të krijuara në 3D, dhe do t'ju lutesha që të lini komentin tuaj se çfarë mendimi keni për atë që na është mësuar deri sot, dhe pse si mund të sot ne me këtë teknologji që kemi dhe me këtë zgjuarsi që ne kemi të shpiki, të zbulohen disa gjëra, të shpikim falni, të zbulohen disa gjëra nga njerëz, nga studiues autonom të një niveli stratosferik, sepse ky është një lajm jo i shekullit, por si ju thash do të ndryshojë historinë e njerëzimit përgjithmonë. Mbajeni mend këtë, shumë shpejt. Kështu që pres komentet tuaja dhe si gjithmonë kur është rastisht, ti bëj like faqes që jemi sërish. Sot e kam përsëritur këto fjalë se flisja me disa shok sot gjatë punës në italisht, edhe nuk më vijnë fjalët kur e them në italisht, kur e them në shqip sepse më vjen italisht fillimisht. Kështu që ndjes për disa lapsus që bëra, megjithatë natën e mirë dhe pres komentet tuaja.